Nuk më lejon njeri këtu me flamur mua. Shikoni pak se çfarë po ndodh në Zvërnec. Ndodhemi në manastirin e Aulonës. Aulona është Zonjë, nuk më lejon njeri me shumë. Nuk më lejon njeri këtu me flamur mua. Tani një grua futet me flamurin shqiptar në territorin e Shqipërisë dhe roja i thot flamuri nuk lejohet. Tani që kur na që nga bëre pa lishme të mbash flamurin shqiptar në tokë shqiptare. Që kur që ka flamuri i Shqipërisë problem në Shqipëri. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e thot shumë qartë tek neni 2 se sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket popullit, jo rojes, jo kompanisë, jo klientëve privat, jo pushtetit që sillet sikur Shqipëria është pronësi personale. Dhe tek neni 14 thot që flamuri kombëtar është i kuq me shqiponjë të zezë 2 krenore në mes. Pra, nëse në Shqipëri ndalohet flamuri shqiptar, problemi nuk është flamuri. Problemi është kush mendon se ka marrë peng territorin. Dhe në Zvërnec sot nuk po flasim thjesht për një incident me një roje, por po flasim për një mendësi. Një mendësi që i trajton qytetarët si të huaj në vend vet. Një mendësi që e sheh flamurin shqiptar si bezdi. Përhesht kur prona publike dhe bregdeti pasurinë natyrore kthehen në zona të mbyllura për qytetarët. Shqipëria është një shtet sovran dhe sovraniteti i përket popullit. Prandaj nëse dëm ky vend, mos rrim më spektator, por dil, reago, protesto.